Vazhdojnë negociatat me shqiptarin Alket Rizaj, i cili që mbrëmjen e djeshme ka marrë peng 4 zyrtarë të burgut ku ai kryente dënimin në burgun e Malandrinos në Greqi. Gjatë natës avokati i tij ka kërkuar që ai të lërojë pengjet, por ka gjetur rezistencë të fortë nga ana e Alket Rizajt, i cili kërkon një automjet për të larguar nga burgu. Γιατί το λες αυτό, Alket? Γιατί το λες αυτό, Alket? Alket, të përgjërohem që t'i japim fund me njëherë dhe të shpëtojmë jetën e njerëzve të pafajshëm. Pas kësaj, unë do të mbroj jetën tënde. Me qetësi, ti dorëzo armët dhe gjithçka përfundon. Ju lutem si një avokat dhe ju e kënaqni mikun tuaj pas kaq shumë vitesh të partneritetit ton dhe gjykimeve t'i japim fund ankthit. Sipas mediave greke, i riu shqiptar këmbgul që autoritetet greke t'i sigurojnë atij një automjet që të mund të arratiset, në të kundërtën do të ndodhë diçka e rëndë. Unë kam durim dhe nuk më sose durimi, do të presim fundin e kësaj pune. Më sillni një makinë dhe unë do t'i lëroj pengjet dhe do të largohem. Ne. Alket Rizaj është i njohur për autoritetet greke pasi ka shpëtuar 2 herë nga burgu i Korydallos me helikopter së bashku me të dënuarin grek, Vasilis Paleokostas. Arratisja e parë ndodhi më 4 qershor të vitit 2006 dhe Rizaj u arrestua pak ditë më vonë, ndërsa arratisja e dytë ishte më 22 shkurt 2009. Ai u arrestua përsëri më 17 nëntor të vitit 2009 së bashku me partnerin e tij, Soula Mitropia, dhe që prej atëherë vuan të dënimin në burgun e Malandrinos.